kush është më keq? Ajo që e pranon se mbulesa është detyrë për Allahut të lartësuar, por nuk është mbuluar akoma, apo ajo që e mohon si detyrë? Më keq është ajo që e mohon si detyrë. Sepse ajo që e pranon si detyrë, thot, bjen shahadet, e ka besimin si muslimane, fal namaz, po nuk mulohet. Ama thot që e kam detyrë. Allahu ka urdhëruar në Kur'an, unë e pranoj këtë detyrë. Allahu më fal. E pranon që e ka detyrë. Nuk e mohon, nuk del kundër Zotit, nuk del kundër Kur'anit. Kjo është mëkat. Po kjo domethënë nuk është e devijuar si ajo që mohon krejt mulesën. Ajo është më keq, është më zi. Se ajo mohon një urdhër kuranor, mohon një të vërtetë që ka ardhur në Kur'an, që e ka përforcuar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithet dhe e kanë sjellë muslimanët brez pas brezi. Por ky është një bidat i rëndë, ky është devijim i rëndë, është interpretim i keq, është e humbur. Është në rrugë keqe ajo femër që nuk e pranon si detyrë mulesën. Padyshim që ajo ka një mëkat shumë më të rëndë ka Allahu i lartësuar se sa ajo që e pranon si detyrë, edhe pse gjunah i madh mos më mulu femra, padyshim që është mëkat i madh, sepse mulesa është farz dhe kush nuk mulohet, ajo është një mëkat të madh. Duhet ta pranojmë këtë. Megjithatë, ajo që e mohon si detyrë është edhe më keq. Mund të jetë i femër që ka mulesë, fal namaz, mirë po thotë nuk është detyrë. Kjo është shumë më keq. Se kjo është e humbur, kjo është e devijuar. Kjo mohon një të vërtetë që përmendet në Kur'an. Shumë më keq është kjo. Allahu i lartësuar na ruaj nga devijimi.